Edhe larg familjes, komunikimet në atë kohë nuk ishin sikur sot me letra, cilat bënin një javë rrugë deri në fshatin tim prej Beogradit, edhe një javë edhe ditë përgjigja që vinte mrapa, që humbte aktualiteti fare, më zhdok një përjetësi që s'do të mbaroj kurrë. Edhe larg familjes, komunikimet në atë kohë nuk ishin sikur sot që mundesh në bazë aditore kur dush me fol, po thjesht me letra, cilat bënin një javë rrugë deri në fshatin tim prej Beogradit, edhe një javë edhe ditë përgjigja që vinte mrapa, që humbte aktualiteti fare. Çfarë përgjigjet vinte? Mban mend? Po ato ishin bisedat zakonshme, zakonisht ishte interesi si neja jeni mirë, si po kaloni, apo keni të lashe probleme, po edhe ata të njëjtën pyetje mua, apo mërzitesh atje qysh po shkon, kur njëherë si kom thonë që po mërzitna. Edhe pse ishte ndryshe? Ndryshe ishte, ndryshe mirë, po nuk kishe ti zgjidhje tjetër, tash nëse ti ju thoje se po mërzitna, nuk ja letoje. Ishte situatë e rëndë, por u dashke me prap një optimizëm e gjetë me thonë, jo, mirë është këtu, nuk kemi probleme. Edhe aty e gjetë optimizmi? Edhe aty gjine e optimizmi. Fillimi ka qenë i vështirë, kur fillun me na marrë në pyetje mua dhe disa tjerë organet e sigurimit ushtarak, atëherë për një moment e shef një farë errësire dhe mendon që kjo nuk mbaron kurrë. Mirë, po mas 3-4 herë që marrën pyetje, atëherë e mora vetën edhe thash, këta le të bojnë punën e vetë, unë po e baj punën teme dhe kaq, edhe vazhdova ashtu. Dhe vërtet ata vazhduan me punën e tyre deri ka funi i studimeve të mia, ka funit në konsult edhe me babën tem, u mora vesh që të kthehem në Kosovë dhe të mos të vazhdoj punën në armatën jugoslave dhe u ktheva në Kosovë. Vendimi më i mirë që ke marrë, me shumë gjatë apo jo? Edhe pse në atë periudhë? Ka qenë vendim jashtëzakonisht i mirë, nuk është merit 100% e imja, është ma tepër merit e babait, i cili ma mirë i ka kuptu gjanat, dhe më kujtohet ajo fjala e ti kur ka thonë me marrë këtë vendim, ti tha e mora ato që ka duhet me marrë atje, këtheu, tha këtu. S'ki që ka lyp ma atje. Po. Edhe ashtu edhe ndodhi. Dhe ma pastaj më dashtë mua edhe për një kohë me u ambientu tash në vendlindjen time, për shkak se kish kalu një kohë e gjatë, që isha largu edhe këtu gjanat kishin lëviz, ishte përkeqësu gjendje e sigurisë, në Drenicë kishin fillu grupe të vogla me u organizu edhe për me bo një rezistencë të armatosën, ende nuk i njehja shumicën prej tyre, edhe pse Drenica të njihen me zveti, po unë isha largu kohë gjatë, dhe për një kohë më dashtë me u ambientu, po edhe mendimin e babait, i cili e kupton të situatën tem edhe më udhëzon të her pas herë, se si është ma mirë me vepru. E ke pas afër dhe kjo është e mira. Kemi me prejkë edhe raportin me prindrit dhe familjen në përgjithësi.